Era e fortë frynte mbi fushën e gjerë, duke lëvizur flamujt e shkatëruar dhe pluhurin që ngrihej rreth këmbëve të tyre. Kjo fushë betej, e mbushur me jehonën e luftës së sapo mbaruar, tani ishte dëshmitare e një tjetër përplasjeje, një përplasje vullnetesh të hekurta. Dielli I mesditës I godiste fytyrat, duke nxjerrë në pah lodhjen dhe mllëfin që fshihej pas syve të tyre. Çdo rrull, çdo shprehje e ngurtësuar, tregonte historinë e betejave të panumërta dhe të sakrificave të mëdha. Akil, mendoje mirë, nuk mund të sfidosh mua, nuk mund të sfidosh komandën time. Çdo veprim individual është pa kuptim pa unitetin e akejve. Unitetin tënd? Ti e quan unitet atë që shkel nderin dhe krenarin e shokve? Drejt? Çfarë është e drejt në këtë fushë, përveç fitores dhe mbijetesës? Pa mua, Akil, të gjitha do të shuhen. Mbijetesa nuk vlen asgjë pa nder. Dhe unë nuk do të shikoj më kur mbreti I tij humbet kuptimin e drejtësisë. Atëherë shiko mirë, Akil, sepse betejë e madhe nuk pret zemrat e dobta. Por unë nuk mund të luftoj pa ty. Nuk është zemra ime që është e dobët, Agamemnon. Është krenaria jote e pakëndshme që s'dua ta shikoj. Nata zbret mbi kampin e akejve, duke sjell një heshtje të thellë dhe të ftohtë. Fjalët u than, krenarit u përplasen me forcë, zemrat mbetën të plagosura nga e vërteta e hidhur. Ushtria pret si era para shtuisë së madhe me një tension të prekshëm në ajër. Fati I luftës së Trojës varet nga vendimet e tyre të brendshme dhe të vështira. Nëse nderi fiton mbi të gjitha apo pushteti e rëson, koha do ta tregojë. Heshtja bie mbi fushën e betejës, një heshtje që flet më shumë se çdo klithmë e dëshpëruar. Betejat më të mëdha dhe të rëndësishme zhvillohen thellë brenda shpirtit të njeriu.